Ju në gjatjeta, bazuar në luftën e Ukrainës, në luftën e Gazës dhe së fundmi në luftën e Iranit, shoh se ajo që pëndodh sot në këtë luftra moderne nuk është më thjesht pun konfliktesh klasike që i kemi parë më parë. Nuk është thjesht as një përplasje midis shteteve, nuk është as garë armësh, as krizë geopolitike si të tjera që i kemi pa më parë. Kjo është diçka shumë më e thellë, shumë më e rëndë dhe shumë më domethënëse. Kjo është momenti kur njeriu po fillon të humbas kontrollin mbi vendimin më të rënd që ekziston në jetën e tij. Ta humb kontrollin mbi vendimin përfundimtar për jetën apo vdekjen. Sepse e them këtë në këtë luftë moderne e sidomos në luftën e Iranit, nuk është njeriu ai që vendos të vdes dikush apo të jetoj. Sot vendimi po kalon tek makina, tek teknologjia, tek algoritmi, tek inteligjenca artificiale. Dhe pyetja që duhet ta shtroj këto dhe ta ndaj me ju përgjigjen e kësaj pyetje është: kush po vendos realisht sot për një luftë? Njeriu apo makina, sistemi, teknologjia të cilën ai e ka krijuar me duart e veta? Miq të respektuar, para se dal këto, para kësaj kamere, para juve, me i shpjegue këto tema të cilat si kjo e sotshmja, unë vazhdimisht mundohem ta gjej një dallim të rëndësishëm. Dallimin më të rëndësishëm mes asaj që është e dokumentuar, e faktuar mirë dhe asaj që mbetet ende pjesërisht e kontestuar ose e varur nga raportime dytësore. Mendoj se jam i qartë. Sepse e bëj këtë për shkak se e di që fjala e thënë këto para kësaj kamere dëgjohet me kujdes e nga shumë kush merret si informacion i sakt. Këtë edhe vetë ju më keni pohuar, por e di edhe vetë nga rrethana të tjera. Dhe arsyeja e dytë pse e bëj këtë është sepse kam përgjegjësi të madhe morale fillimisht para Allahut dhe para përcjellësve të mi, para juve këto. Sot para juve pra që më dëgjoni e para shumë të tjerëve që mund të dëgjojnë këtë video nesër, e pas nesër, e pas një jave, e pas një muaji, e nëse përcillet si informacion në të ardhmen, edhe për gjenerata të tjera. Tema e sotme është me terme teknike që nuk janë të natyrës sime, të studimeve, të domenit të studimeve të mia. Megjithatë, para të sa po arri ti kuptoj, ti nxë dhe ti lexoj, mund t'i them disa fjalë të cilat janë po ato që i thash në fillim të kësaj hyrje. Fjala është se njeriu dal nga dal po humb rolin e vet, pozitën e vet, qenjen e vet në raport me teknologjinë, me hekurin, me çelikun, me metalin, të cilën vet është duke e përpunuar dhe me të mbrime shkencore të cilat vet është duke i zbuluar. Njeriu si njeri, si qenje, si nocion njeri, vazhdimisht po e humb rolin në jetën e vet. Njeri kë, për të cilin Allahu Gjelle Shanuhu
ka krijuar çdo gjë në këtë ekzistencë, e jo që njeriu ta ketë krijuar për çdo gjë që është në këtë ekzistencë. Lufta kundër Iranit ka nxjerrë në pa një fazë të re të historisë ushtarake. Jo thjesht përdorimin e inteligjencës artificiale si mjet analitik por shndrimin e inteligjencës artificiale në infrastrukturë vendimmarrëse përgjatë zinxhirit operacional të shumë gjërave, jo vetëm në rrafshet ushtarake, por edhe në jetën e tij. Pra, lufta moderne në Ukrainë, në Gaza dhe në Iran, e sidomos në Iran, nuk është më luftë siç kemi njohur luftrat deri më tani. Kjo është luftë ku algoritmi po vendos më shpejt se njeriu, më mirë se njeriu, po e kontrollon dhe po e dirigjon njeriu, dhe njeriu vetëm po e miraton atë që ja rekomandon algoritmi dhe, të them me plot gojë, atë që po ja imponon algoritmi të cilën ai vetë e ka krijuar. Shtrohet pyetja, kush vendos sot, pyetja bazë e kësaj teme, njeriu apo makina? A po hym në një epokë ku lufta po bëhet automatikisht me një shtypje butoni, me më pak njerëz, me më pak mund, me më pak presion psikologjik dhe me më pak pamje të trishta të viktimave që bien në fushat e betejës, në shtëpitë e tyre, në rrugë, në shkolla dhe gjetijo. Për ta kuptuar këtë, si përgjigje, do ta kuptojmë një ndryshim shumë të rëndësishëm në kontekst të luftës. Deri dje, lufta ka funksionuar kështu. Është mbledh informacioni, analistët ushtarak dhe politik e kanë përpunuar, komandantët e luftës e kanë vlerësuar dhe pastaj është marrë vendimi për goditje. Do me thonë, ka qenë një proces i ngadalt, i rënd, por ishte kryesisht njerëzor. Sot ky proces është transformuar në diçka tjetër. Sot kemi sisteme të projektit Maven, që mbledhin të dhëna nga satelitët në mënyrë të shpejtë, të mahnitshme. Dronët kemi, inteligjencën kemi. Këto të dhëna kalojnë si modele, si cloudi dhe të ngjashme që i analizojnë shumë shpejt, i krahasojnë shumë shpejt, nxjerrin modele shumë shpejt dhe pastaj rezultati i gjithë kësaj shkon te dronët si Lukas, që pastaj godasin objektivin pothuajse në sekondat e parë të vendimit dhe këtij procesi. Pra, sot kemi një zinxhir të tërë nga informacioni deri te goditja që funksionon pothuajse në mënyrë automatike. Dhe njeriu, ku e ka rolin këto? Njeriu është aty, por jo më si vendimmarrës. Ai është vetëm një objekt që miraton atë që teknologjia, inteligjenca artificiale, AI-ja ja miraton dhe ja urdhëron. Dhe këto unë e shoh se fillon problemi. Sepse ka një dallim të madh midis asaj që merr një vendim dhe atij që thjesht e miraton një rekomandim. Një vendimmarrës i caktuar mendon, dyshon, analizon, merr përgjegjësi, ndërsa një miratues ai ka sekonda, ndonjëherë vetëm 20 sekonda, për të bërë një shkatrim në 10.000 njerëz dhe objekte të ndryshme. Rastin konkret e kemi rastin e Gazës.
që në të cilën është përdor sistemi Levander. Do të shpjegoj pak ma shumë. Sistem Levander kë që ka identifikuar mira objektiva dhe të cilat i ka djegur në themel. Luft teknologjike me buton, e dallueshme shumë nga luftat e deritanishme. Rëndësia e luftës moderne, në veçanti e luftës së Iranit, nuk qëndron vetëm te sistemi i përdorur, si që është përdor deri më tani, por te sistemi se AI-ja, inteligjenca artificiale, po zhvendoset nga periferia e ciklit të shënjestrimit në qendër të ciklit të shënjestrimit. Kjo dënë të thotë se teknologjia nuk kufizohet më në ndihmën për zbulim ose klasifikim, por hyn nga informacioni drejt për drejt të goditja. Kjo trajektore përputhet me vendimet e Unidirit, të Siprisit, të ICRS-s, se përdorimet ushtarake të AI-s tashmë shtrihen përtej armëve autonome të cilat ne dhe ushtarakët i ka njohur deri më tani. Tu e përgadit këtë temë, po hulumtoj përdorimi i AI-s, i dronëve, i bajraktarve, i të tjerave, se çfarë është bë, çfarë është duke u bë në botë, ndërsa ne, qytetarët e rëndëmt, jemi spektator periferik nga larg dhe pastaj mahnitemi me të arriturat e pa imagjinueshme deri në momentin kur i shohim ato. Bazuar në burimet më kredibile të cilat unë i kam pas. Ato mbështesin thelbin e argumentit se lufta kundër Iranit shënoi një kalim drejt luftës së përshpejtuar që e ndihmoi inteligjenca artificiale dhe e la në histori të mbyllur në librin e historisë së kaluar luftën klasike deri më tani. E përsëris, nëse nuk është e tepërt, përse kam fjalën, roli i njeriut është duke u minimizuar në skajshmëri, jo i hedhur 100% matan, sepse do të ishte e pamundur, por roli i njeriut në jetë në përgjithësi është duke u minimizuar në skajshmëri, ndërsa pikërisht ajo që ky njeri është duke e zbuluar, po e vret njeriun, qenjen, njeri në mënyrën më të lehtë të mundshme, në mënyrën më masive të mundshme dhe në mënyrën më të trisht të mundshme. Një dallim është. Sot nuk i shoh ushtarët, nuk i shohin viktimat nga të ana e armikut që të trishtohen me atë që e shohin, por sot nga zyre, nga kasarne, nga garazha ndoshta, nga vendet të mbuluara, mund të shkatërrojnë me vetëm një buton mira e mira njerëz të cilët vdekjen e tyre mund të shohin vetëm të nesërmën, apo pak më vonë, apo një kohë më pastaj nëpërmes ekraneve televizive. Kjo teori, lufta e përshpejtuar si rezultat i infiltrimit të inteligjencës artificiale, kjo teori miq mbështetet në 4 ta quaj pohime kryesore. E para, AI-ja, inteligjenca artificiale, tashmë është integruar në zinxhirin ushtarak të zbulimit, të analizës dhe të miratimit. 2. Se sistemi si Maven, pastaj Claude, pastaj Lucas
e shkurtojnë ndjeshëm ciklin nga zbulimi deri tek goditja. 3. Se kontrolli njerëzor rrezikon të bëhet formal dhe jo substancial. Dhe 4. Se kjo sjell sfida të mëdha juridike nëse u ka mbet pesh sfidave dhe problemeve juridike, etike po se po e natyrisht edhe strategjike. Pra, më parë, si është zhvilluar dhe si bëhet sot, më parë, inteligjenca ka vepruar fillimisht, pastaj analistët janë futur në lojë, janë bërë analizat, pastaj komandantët e kanë shqyrtuar, pastaj është marrë vendimi dhe ka nis goditja. Sot si bëhet, bëjeni mend këta, sot si bëhet, AI-ja i mbledh të dhënat, AI-ja i analizon të dhënat, AI-ja i propozon të dhënat, njeriu e miraton atë që i thet AI-ja dhe nëpërmes AI-jes goditet caku i armikut. Shiqa në sa është ngushtuar roli i njeriut. Projektet maven, lidhjet e këtij projekti me modelet si Claude dhe Lucas dhe të tjera tani më janë shndruar në inteligjencat e dikurshme, në grupe, ekipe njerëzish të dikurshëm që kanë vepruar dhe kanë ndërvepruar për të marrë ndonjë vendim dhe për ta miratuar e ekzekutuar vendimin të cilën e kanë pruar në tërësi njerëzit e ndryshëm. Nga ana tjetër, miq, AI-ja ka hapur rrugën për shtetet të tjera që të hyjnë në këtë garë kaq të rrezikshme. Jo vetëm për të zhvilluar sisteme mbrojtëse, por edhe për të zhvilluar një inteligjencë kundërshtuese. 2 momente duhet i përmendi këto. Se me futjen e AI-s në sistemin ushtarak, arma shkatërruese nuk është monopol vetëm i vendeve të fuqishme dhe ushtrive të fuqishme, por atë mund ta disponojnë dhe ta miratojnë e ta fusin në praktik edhe shtetet më pak të fuqishme në botë. Dhe gjëja e dytë që dua ta përmendi këto në lidhje me këtë është se po zhvillohet tani, veç ka nis të zhvillohet inteligjenca kundërshtuese. Lufta nesër në të ardhmen nuk do të fitohet nga ata ma që kanë ushtri të fuqishme. E thash pram në live. Gabojnë analistët kur po thonë se kur po i vlerësojnë fuqit ushtarake të shteteve dhe e sjellin atë fjalien, atë, si të them, analizën e tyre se filan shtete kaq dollar investon, kaq miliarda dollar. Jo, meq, ka kaluar ajo kohë. Sot, inteligjenca artificiale që kjo kundërshtuese ka filluar të qetë në pahse, me patjetër dohet të zbulohen kontra inteligjenca që e qorodit, e çmonton, e çorienton dronin dhe raketën të cilën e ka hedhur pala ndër luftuese. Pra është duke u punuar që qësaj inteligjencës artificiale e cila është futur si një dinamizëm i patjetërsueshëm në artet e luftës, ti zbulohet e kundërta e saj, si të mashtrohet dhe si të mjegullohet hapësira për të çorientuar raketën apo dronin. Dhe kjo e bën edhe më pak të rëndësishëm faktorin njeri në luftë dhe në jetë në përgjithësi. Pra inteligjenca artificiale ta jep informacionin, dërsa inteligjenca kundërshtuese artificiale të thotë se ato që ka thënë pak përpara nuk është e qëndrueshme, se nuk bazohet në burime, se referencat i ka të dobta apo e kundërta se është në rregull. Edhe një hap më
përpara për ta fjetur edhe më shumë të rurin e njeriut. Thjesht, ashtu si që ka thënë Lopot Vejs, emën të cilën e kam përmend më shumë se njëherë. Bota moderne thot, kur e vlerëson atë principin islamik, se Kurani neve na tregon, mendimi islam thot se njeriu është i krijuar prej shpirtit dhe kocit e mishit. Bota frymore, shtazore, bota frymore, shpirtërore dhe bota materiale. Fizikumi dhe fryma në anën tjetër. Dhe tragedia, thot ai, është se bota moderne ka krijuar trup fizikum sa të elefantit, ndërsa shpirt sa të miut, sa simbolik e mirë. Islami kërkon që të dyja këto të shkojnë paralel. Një ndër gabimet më të theksuara të teologëve, hoxhallarëve, s'po flasësh për tek ne këto, është kur nuk po arrijnë me kuptu esencin e ajeteve, e teksteve kuranore të cilat disa i flasin shpirtit dhe disa i flasin trunit fizikum. Disa i flasin botës egzoterike, disa i flasin botës ezoterike. Disa merren me pjesën e brendshme të njeriut, të shpirtit të tij, e disa merren me botën e jashtme. Me botën e jashtme do të miren këta. Mënyrat janë këto, mjetet janë këto, Kurani i tregon në mënyrë më thënë shumë të qartë, por ato nxjerren për atë, paraqiten, dalin në fush, në shesh, për ata të cilët me thellësi i lexojnë këto ajete, dhe në anën tjetër janë mjetet, mënyrat, format e komunikimit dhe ndërveprimit me shpirtin. Pra, miq, shtrohet pyetja, çka ka tre pra në aspektin teknik të luftës tanishme me Iranin, Gazën përpara dhe Ukrainën e nisur para këtyre. E reja në këtë luftë nuk është vetë përdorimi i inteligjencës artificiale, por integrimi i saj në një sistem të plot që menaxhon operacionin ushtarak, nga vëzhgimi deri te ekzekutimi në mënyrë pothuajse automatike. Ndërsa, më parë, është përdorur mënyra e kufizuar dhe e fragmentuar, e sot ajo është bërë pjesë e një zinxhirit të ndërlidhur që kursen kohë. Nëse përpara është përdorur një ekip e tërë, generalesh, kolonelesh, gradash të ndryshme, në bashkëpunim me politikan, me qeveri të shteteve, për të trajtuar një problem, ose për të trajtuar paraprakisht një operacion që duhej të merrej, sot këtë ja siguron inteligjenca artificiale AI-ja. Ja sjell mbi tavolin bile, edhe i thot se kur dohet goditur, nga cila anë dohet goditur dhe cila caqe fillimisht dohet goditur. Sipas raportimeve të fundit, sistemet Maven për mbledhjen e të dhënave janë lidhur me modelet cloud për analiza që bëhen aty dhe më pastaj dronet Lukas që i kryejnë goditjet në mënyrën më precize të mundshme. Risia kryesore pra është shtimi i një shtrese të avancuar analitike përmes lidhjes së sistemit Maven në modelet cloud, të cilat analizojnë të dhënat
nxjerrin modelet, simulojnë skenarët e luftës dhe propozojnë, mos ta përsëriti prap, opsionin për trajnimin dhe goditjen e objektivave. Kështu, inteligjenca artificiale nuk kufizohet vetëm në kuptim të thjesht si një inteligjencë artificiale nga e cila nxjerrim ne qytetarët e rëndëmt informacionet që na dohen. Por kjo AI merr pjesë edhe në përcaktimin e objektivave dhe sugjerimin e mënyrave të goditjes, edhe atë në kohë shumë rekorde. Çka është ajo që e ka ndryshue filozofin e luftës, që bie më së shumti në sy? Është shpejtësia që po e ndryshon luftën, formën e luftës, dinamikën e luftës, e që besa edhe rezultatin e luftës. Këto dua ta bëj një degresion, një dalje nga boshti i temës. Për t'ju përgjigjur vetës sefte, ati paralajmërimit të cilin e bëra në Facebook, ku thash se do të flas edhe për ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit që flasin për AI-n. Dhe natyrisht, da njerëz nuk i kuptojnë filozofite e statuseve paralajmëruse. O njerëz të mirë, aty nuk mujnë me thonë se s'ka me thonë kur gjë. Po ne përshkruj në formë reklamative diçka që do të pason. Po natyrisht bazuar, është një korrelacion aty mes asaj çka e reklamoj, e them, dhe asaj që po e them tani. Unë nuk them aty se do të flas për molla e dardha, e këtu me fol për AI-n. Por konfigurimi i fjalive bëhet në mënyra të ndryshme, varësisht prej vendit se ku i shkruan ato fjali. Thash aty, kështu, dhe a pas ka në Kuran inteligjencë artificiale, AI në hadithe e sene. La ratbun wala yabisin illa fi kitabil mubin, Kurani thot. Dhe për mua është aksiom, është format postulativ i një vërtetësie. A di për shka? Se Kurani po më thet mua elif lam mim, e kam shpjegua elif lam mim, trigerma. Elif lam mim Kurani i përdor në fillim të sureve ku ajetet që pasojnë, ngjarja që pason më pastaj është shumë interesante. Dhe sipas mendimit të dietarëve kryesor që flasin për shkronjat e shkurtuara në Kuran, elif lam mim, thonë se ato janë paralajmërime sikur ne li tenbih. Kujdes, dëgjues, shok që po më përcjellni. Me e ngrit nivelin e vëmendjes. Dhe Kurani po thet, elif lam mim, dhalikel kitabu la rejbe fi hudan lil muttaqin. Librin në të cilin e keni përpara dhe po e lexoni. Libri për të cilin thuhet se ka edhe materiale ku mund të shoklohet edhe tema e inteligjencës artificiale, AI ta quajta një tutje. A dini dallimin inteligjencë dhe inteligjencë? Inteligjencë është aftësi, domethënë, inteligjenca, aftësia e njeriut. Inteligjencë është shërbimi sekret që mirret për një çështje të caktuar. Inteligjenca është shërbimi, ndërsa inteligjenca është truni, është aftësia. Dhalikel kitabu la rejbe fi hudan lil muttaqin. Pse them unë se me që Kurani po thet, nuk ka asgjë të njom e as të thot që nuk mund të gjesh në Kur'an, pra as bota e gjallë, e as bota
jo e gjallë, as bota, dhe më thënë, aty ke edhe botën e gjallë, edhe botën jo të gjallë, edhe botën organike, edhe botën inorganike, e ke edhe botën fizike, edhe botën shpirtnore, e ke botën edhe fizike, e ke botën edhe metafizike. E thatë dhe njom në Kur'an, e ka kuptimin se janë prototipet e gjdo gjëje që ekziston në natyrë meq. Nuk është e çuditshme pra thonja se Kur'ani është natyra që flet. Kur e lexojmë na folum Kur'anin, po Kur'ani është në fakt natyra, por në të folur. Siç është natyra Kur'ani që hesht. Hesht bari, hesht pema, hesht qielli, hesht planeti, hesht ajo tjetra, ekzistenca në përgjithësi. Kur'ani është fjalë e Allahut, ekzistenca çdo gjë në të është krijesë e Allahut. Bile dhe të Kurani atë është i krijuar, nuk është i krijuar, është temë në akait, në apologetikën islame, në teologjinë islame, bajage e thellë. Ka më në qëndrimin tim personal, inshallah i bjerani në i herë me e trajtu edhe ata. A është Kurani i krijuar, apo është i gjithëmonshëm? Me që është fjala e Allahut. Pra, ekzistenca është Kurani. Kurani është ekzistenca. Kështu neve na thot Kurani. Kështu po më thot Kurani. E ku e marr këto për të mirë qenë? Sepse në fillim, në faqen e dytë Kuranit, mua po më thot Dhalika l-kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. As gjë nuk ka që mund të dyshohet në të në Kur'an, që mund të kontestohet, që nuk mund të vlej. Ka tema që nuk prek Kur'anin në mënyrë zinxhirore, në mënyrë të detajshme, por Kur'ani është burimi i kushtetutës së jetës së njeriut. Dikush e ka quajtur edhe e çun pi dëgjoj në për të dasht me glorifikuar rolin e Kuranit e është kushtetut islame. Jo. Kushtetut islame është sunneti, është sheria, të cilën e bojnë njerëzit. Kurani është burimi kushtetutës. Kushtetutat ndrojnë meq. E keni ditë jo? Që i spjegoni këtë gjana, i leni pak si të mjegullta. Kushtetuta, për shembull, rrethonat kushtetuese në Egjipt ndryshojnë nga ato që janë në Kosovë, nga ato që janë në Mekë, ose në Medinë, ose Stamboll, dhe nga ato që janë në Grenland, në New York, në Natal, apo në Caracas të Venezuelës. Ndryshojnë këto. Rrethonat ndryshojnë dhe kushtetutat bëhen sipas rrethonave. Pra edhe kushtetutat e vendeve e shoqërive islame, qoftë edhe të bazuara kryekput në Kur'an, ndryshojnë njëna prej tjetrës. Rrethonat e jetës në Malezi janë krejtësisht tjera nga ato që janë tazemi në Nigjeri, ose në Etiopi, ose në Libi, ose në Tunizi, ose në Marok. E Kur'ani është burimi i të gjitha këtyre kushtetutave të vendeve islame në mënyrë të ngushtë, veçanërisht ta quaj, ndërsa në mënyrë të përgjithësuar është kushtetuta e jetës së njeriut në përgjithësi. Ky është dallimi substancial. Me që Kurani mua po më thet meq se në Kur'an e ke këto, nuk ka gjë që nuk e gjen aty. Por a ke tru, a priton, mu ulen edhe me studiu, mi trajtu, mi lexu librat, mi krahasue, mu fesiret e ndryshëm. Por jo mi marrë 100% për bazë. Meq, për bazë, ata do të në formë krahasimi, për bazë do të miren zbulimet e tanishme, rrethonet e tanishme, të shpjegohet Islami në hijen dhe dritën e dinamikave të kohës kur po lexojmë. Kjo është ajo që thot Kurani rahmeten lil alamin, është për të gjitha kohrat. Dhe el alem në arabisht do të thotë kullun ma siwallah. Çdo gjë përveç Zotit quhet alem. E Kurani po thot se Zoti po thot se që ky Kur'an është rahmeten lil alamin, është mëshirë, është udhërafys, është dritë, është kandel, është ndriçues
i të gjitha botrave, i çdo gjaje përveç Allahut të madhreshëm. Pra, nëse Kurani po më thët mua se nuk ka dyshim në te bash hiq, e unë i besoj 1.000.000%, e pastaj nëse që ky Kur'an po më thët se në Kur'an mund të gjenden elemente, ka elemente të flitet edhe për AI-jen, unë e them 100% se ka AI. Dhe një sqarim shtes këto po e bëj. Me që Kur'ani është për te të qenurit kushtetut e jetës së njeriut, por është burim kushtetutash, i bje se Kur'ani është libër formulash. Aty edhe kur përmenet Idrisi, Nuhi, edhe kur përmenet Muhamedi, edhe kur përmenet Isa, Musa, Salihi, Ejubi, Jakubi, Jusufi, alejhimus selam, përmenen si modifikime apo kode të formulave në përmes të cilave Allahu do të ndriçoj dishka. Ngjarje të cilat përmenden në Kur'an, muhkematet dhe mutashabihatet, ato që janë të prera, dogma, dhe në ato të cilat mund t'i interpretosh në mënyra të ndryshme që Allahu i kalon ashtu. 4 format e urdhëresave, 4 format e ndalesave, la uhilla lakum, hurrimet alejkum, la taqrabu, dhe e 4ta fajtanibuhu, 4 format e ndalesave dhe 4 format e urdhëresave janë forma formulare mbi të cilat dhe duke u bazuar në to ti krijon koncepte, kushtetuta, ligje dhe urdhëresa për të zbuluar një çështje të caktuar. Tek rasti konkret i inteligjencës artificiale, të AI-ja, pasta ka përmend bre Kur'ani se engjëjt janë të krijuara prej dritës. As të ka fol Kur'ani se engjëj ki gjithmonë, dritë ki gjithmonë. A të ka thonën Kur'ani se një ditë këto është sa 1.000 atje, një ditë atje është sa 1.000 këto. Pa nuk është të thonë bre, pa hulumtoj e bre qëtë punën e kohës. Qfar është koha? Qfar është drita? Qfar është lëvizja e dritës? Për sa kilometra në sekund lëviz drita? Po as lëviz edhe angjëlli, që i bje se në çdo moment keje angjëll, sepse rrezja e dritës është në çdo moment. Pa nuk të ka thonë Kur'ani qëto se shpejtësia, fesari'u, shpejtoni, munalen tash hoxha, munal Mustafa, ai tjetri, ai dietari, ka dalë që kjo shpejtësia shka është. Pastaj el hareke, kullun fi feleke yusbahun, dishka qështu është ajete, wa kullun fi feleke yusbahun. Çdo gjë në natyrë naton lëviz. Çka është lëvizja? Pse me lante Einsteinin ose atjetrin, duke i përjashtu dietarët klasik të parë, të shekujve të parë, të cilët e kanë ndrit mesazhin kuranor, drita, lëvizja, po lëvizja pra qenka ndryshimi pozicionit të një trupi ndaj trupi tjetër. Po koha që e përmend Kur'ani, po koha natyrisht është mjeti masës i lëvizjes së një trupi në karshi apo në raport me trupin tjetër. Dëmë të thëtë, po të thëtë Allahu gjelle shanuhu, wa iddu mastatatum, në ko lufte, para luftës, përgatituni në mënyrën më adekuate, që ta trishtoni armikun tuaj dhe armikun e Allahut. Dhe kur bota perëndimore sot e zbulon AI-jen, e zbulon raketën supersonike, e zbulon atjetërën, na qove e thomi e ka thonë Kurani. Ja vlla, nuk të ka hije tyje. E ka thonë Kurani, po pse se tha ti? Pse se zbulove ti vllavi jem? Pse së bone si i bën Haythemi e Gazaliu e Ibn Rushd dhe ai tjetri.
po vish rreto fol aty bidat, dhe kur bëhet në izbolim, valla ne e kemi këto në islam, e kemi këto në Kur'an. Ja, nuk është e hjeshme, nuk është dinjetoze që ti ta përvetësosh, veç pse e ke Kur'anin, librin e Allahut dhe të cilit i beson, dhe alhamdulillah që i beson, ti përvetësosh edhe mundet, hargjimet enorme të kohës, të shëndetit, të parave në zbulimet të cilat është duke i bërë sidomos sot bota perëndimore. Lindora perëndimore nuk më rëndësi, po shumë pak bota islame. Na i mirog vllavijem muslimat këshëri lindjet mesme aty. Këshëri qytetet e lindjes mesme që ketu i bërë rafsh me tokë Irani me dron. Tu pi kafe, tu pi qaj. Atje, Rokaqej 200, katë 150, katë cili peqon ma shumë, nuk kije as, mos thëm kacija, medalje dhe me mbrojt venin tënë. Hargjo pare, me që me hinja të pare, në zbulime, me u bo si Izraeli, me u bo deri të kënë si Irani, me u bo si Franca, si Britania, une kur nuk muj me arsjetue 100% se rënja e muslimanve, dekadenca e muslimanve është si rezultat i ndërhyrjeve nga jashtë. Kors muj me besu këta. Mund të ketë ndikuar, sa është betej, lufta o betej. Betej, lufta është khijane. është qysh ta muj një tjetrin. E pse ti në qëtë betej nuk fitove, vlavija. Nëjse po këthejna këndej. Kjo është ajo që une e thëmë. Tash, mere luftën e Iranit. Miq, 11.000 objektiva janë goditur në javët e para. Prej tyre 1.000 objektiva veç ditën e parë të luftës. 1.000 objektiva. Shifra këto që më parë, jo që ka qenë të pamundra, po kanë qenë të pa imaginushme. Por, në këtë rast, pyetja më qendrore dhe më e thella është se kush e mori vendimin realisht të goditjes së këtyre 1.000 viktimave ditën e parë dhe 11.000 objektivave përgjatë luftës. Kush e mori këtë vendim? Aspekti etik, mos të them juridik, aspekti etik për të cilin po flas unë këto, unë vlas jam eksperti IT-jes. Si jam eksperti IT-jes, po unë nga jashtë po mënona me kuptue, me trajtu nga një perspektiv tjetër. E mori AI-ja edhe i tha njeriu qështo se e tash njeriu, me që po thet AI-ja, e mori qatë vendim, apo e mori njeriu, dërsa AI-ja veç ja supozoj. Problemi kryesor i botës së tanishme, i luftrave moderne dhe i jetës në përgjithësi ka me qenë pikërisht kjo punë. A do të vihet njeriu dhe të bëhet roboti i AI-s kundështuse, i AI-jave të tjera që kanë me dalë, ku me ditë si kanë me uqujtën, dhe njeriu të jetë objekt, robot, të cilën AI-t këto e urdhrojnë, apo do të mund të ruaj substratin dhe lëkurën e vetë, formatin e vetë njeriu edhe me tutje. Njerëzimi është para ndryshimeve vërtet rapide. Me gjithë zbulimet e mëdha që janë bo, rolin e njeriut janë të i hek prej drasave teatrit të jetës. Njeri është u bo. Dhe nëse njeri ka hapësir aty të veproj, njeri është viktima e parë. Dhe me thënë, AI-ja është fut në operacione ushtarake për të përshpejtuar vrasjen e njeriut. Shkatrime ma shumë, që une sa ma pak të dëmtohem dhe atje të bëj shkatrime të mëdha. Une sa ma pak të lodhem
dhe AI-ja të më thot mua bën këte dhe të ma miraton mua pastaj vendimin. Me këtë ndryshim, miq, mos më nalë fort në qëtë tem, roli i kontrollit njerëzor zbehet dhe njeriu bëhet vetëm një halk ekzekutuse të asaj që ja rekomandon, e nesër ndoshta edhe ja urdhëron njeriu. Pikërisht që kjo është pika më e rëndësishme. Ta them, aspekti filozofik i temës për të cilën po flas. Njeriu ma nuk po vendos, por ai volos vendimin e nënshkruan vendimin e algoritmit i cili e ka urdhëruar ta bëj një punë. Që kjo lavenderi që e përmena pak më parë, miq, i ka identifikue 37.000 objektiva në Gaza. Një oficer izraelit e përshkruan luftën në një intervist në kanalin 12 në duket, thëtë se ja kushtoja vetëm 20 sekonda çdo objektive. Nuk kisha asnjë vlerë une si njeri para armës, para makinës aty, përveç se isha një nënshkrim, një vull që ta miratoja atë që mu është duke më bërë AI-ja. Tjetra, sulmi ndaj asaj shkollës së vajzave në Iran, ku humbën rreth 170 fëmijë. Ju kujtoni se ajo është bo gabim? Dyshoj, unë e dyshoj, se kështu i rahlës, këtu edhe me thonën kur. Fillimisht është zhujt një raket. Pastaj, kur kanë dalë fëmijët prej atyte edhe kanë shku janë grumbullue me një si podrom aty, pas disa minutave është goditën raketa. Irani sot, Gaza dje, e Qebesa edhe Ukraina janë shndruar në poligone ku trajnohen ushtrit, vrasësit, gjakatarët, kriminalet, se si të vrasin sa ma shumë dhe sa ma lehtë. Luftrat moderne që janë duke u bë në Ukrainë, në Gaza dhe në Iran janë testime të armëve të reja në mënyrë që këto 3 pelgje gjaku që janë krijuar tani të jenë si kur panajire ku servohen dhe ku i ofrohet shikuesve dhe blerësve një formë, një armë, një produkt i caktuar. Se ja çka mund të bëj me një dron e me një raket. Inteligjenca ose AI-ja nuk e kupton realitetin. AI-ja nuk ka trum, por e përpunon realitetin përmes modeleve që mund të jenë ndonjëherë të mangëta, ndonjëherë të vjetruara, nuk janë ndryshuar data baza aty, nuk është aplaudue, update, nuk është bo update së shpejti. Andaj, po e përmeni këtë, për faktin se jo gjithmonë përdorimi i AI-s është objektiv 100%. As në targetimin e objektivave, po as në marrjen e objektivave. AI-ja, meq, thënë shkurt që ta dini shka është që kjo AI-ja, është përveç të tjerave, për shpejtimi kardinal, i pabesueshëm, i marrjes, gjetjes së informacioneve, ku pa AI-jen do të dohej ti kushtoje një kohë të gjatë. Unë i kam 327 mdoket fjalor në bibliotekën time. 327. Njëre pa të thonë, e sfidoj cilin dhe shqiptar nëse thot se
kam fjallor ma shumë se Mustafa Bajrami. I përdori sepse e kam në gjak me pas librën për mi tavolinë. Nuk muj me pas tavolinën e zbrast. Ndokët, sikur këto kerët moderne tash jenë bo. Për para e ke pas atë tablën e makines, 100 susta, në qysh të knaqshin shumë sene. Tash e ke pa një ekran e ki aty, si televizor prek, cik, kejt e ki shpras, sikur mur, sikur sten, hisht jeshme. Edhe une tavoline nuk uj me pa libra, pa krasime, pa sidomos fjallor dhe leksikon. Mirë po, edhe pa as një këto, sot pa mund është me krye punë. Kompjuterin për para, internetin, iPadin e kije, sen, nëton, këton, edhe pa mund është me e gjetë informacionin për sekonda. Që kjo AI-e, që kjo interneti edhe në artet ushtarake e ka përshpejtuar momente në mënyrë të pa krahasueshme. Në luftat më parshme meq, avantazhi ushtarak shumë herë është mat dhe është varë nga superioriteti në fuqi zjarri. Çfarë bombe ke pas farë, të i frika, da është edhe tash është hala aktuale. Por, sot varet nga sistemet e ndryshme të cilat lidhen me AI-n. Nëse përpara është varë nga superioriteti i fuqisë së zjarrit që e ki, nga inteligjenca e këtyre eprorëve, e njerëzve që i kanë përpunue materialet, pastaj nga aparate dhe sisteme të ndryshme birokratike të një shteti, të një ushtrie të caktuar, në kuptimin e tanishëm, avantazhe zhvendosët drejt shpejtësisë, pra së përkthimit të dhenave në veprim. AI-ja po ta cakton tyje aty për aty, se që ky dron ka me shkue, si ka me shkue, me çka mundet me u ballafaque radara, ka na i radar rrugës, për na tregon rrugën, radari, si qatje ka ai në Kerçi që për evnoj njerëzit, edhe pastaj për ta të regon tyje edhe mënyrën më efikase të veprimit dhe të goditjes së objektives. Ajo çka e bën temën brenda domenit të trajtesave të mia janë dy. E para është roli i njeriut në të ardhmen. Sa po mbetet vital roli i tij, për të cilin Kurani thot se kam krijuar çdo gjë për hir të njeriut, e që ky njeri pastaj, këtij njeriu të mos i mungoj asgjë, që do të pengonte të më besonte mua si Zot dhe krijues dhe të më adhuronte ashtu si dohet, është i farë pazarllaki aty, dhe e dyta, ajo që më intereson mua dhe e përfundoj temën në formë të pyetjes, se, a e keni menuar ndonjëherë, shkrune në komente, zbulimet shkencore, zhvillimet teknologjike, ama dëgjoni mira, si fund, zbulimet shkencore, zhvillimet teknologjike, a e kanë përshpejtu vdekjen ajo? A ma shumë ka viktima në lufta në shekullin 20 dhe 21, apo më parë? Me përqindje, pa përqindje. Thjesht, zbulimet shkencore, zhvillimet teknologjike, apo ja lehtësoj njeriut jetën që njeriun ta fisnikrojnë si qenje Khalifetullahi fil ard, zëvendës i Zotit në tokë. Që të shkenca, që të zbulime, apo
përkojnë me të qenurit e njeriut zëvendës i Zotit në tokë, apo këto zbulime shkencore, këto zhvillime teknologjike, po e zhvendosin njeriun nga epicendra e ekzistencës, ashtu si që ka kriju Zoti dhe do Zoti, në periferin më të largët, që më askush nuk është duke e pyetur, askush nuk është duke e vlerësuar, aq më pak njeriun dhe erdhi koha që njeriu të jetë vetëm në nënshkrimi dhe vula mirat e asaj që e ka miratuar inteligjenca artificiale. Ka po shkon njeriu? Pres nga jo që të më përgjigjeni. Cila është ma e mirë? Në atë kohë, në këtë kohë, pa këto, me këto. Teknologjia, shkenca, a në animoj, a nuk në animoj, a e nali vdekjen, a nuk e nali vdekjen, një temë të cilën edhe në të ardhmen do të kishim shtruar në mënyrë më analitike. Duke ju falenderuar për mbështetjen e mbrëmshme, ku pat një numër të mirë me cilët kemi bashkë biseduar, një numër i mirë i shikimeve që i kanë ardhen videos live dje, dal nga dal është duke mu krijuar opinioni se kalimi në sistemin live juve po ju pëlqen ma shumë, po ju shkon për shtati ma shumë, sepse jeni interaktiv aty. Gjithsesi, ju falenderoj për të gjitha dhe edhe sonte, si gjithherë ndoshta, kërkoj nga ju që ta bëni subscribe këtë kanal dhe t'i shpërndani videot edhe tek të tjerët, në mënyrë që edhe të tjerët si ju të mësojnë nga ato të cilat ne jemi duke i nda me zvete këto në këto video. Natën e mirë.